Parakalimi I grupit të motoristëve shënoi kulmin e ceremonisë së përurimit të Unazës së Madhe të Tiranës më 30 dhjetor 2024. Me borit që u shtonin dhe dritat e ndezura, motoristët parakaluan para kryeministrit, teksa ky I përshëndeste si për t'i dhënë udhë të mbar një rrugë që I kushtoi taksapaguesve shqiptar 450 milion euro, vetëm për një gjatësi prej 28.7 kilometrash. Në pamjet e servirura nga kryeministria, u pa ministria e infrastrukturës Belinda Balluku, e cila informonte kreun e qeverisë, jo vetëm për suksesin e përfundimit të rrugës, por edhe për sfidat që shfaqeshin pas premtimeve të her pas hershme për hapjen e saj, disa prej të cilave ishin bërë më shumë se një dekadë më parë. Duke nisur nga sot, pra nga ky moment, Unaza është e gjitha e aksesueshme. Pjesa e Unazës veriore ka qenë, për të thënë drejtën, një nga pjesët më të vështira të kësaj vepre. Por pa kaluar viti, suksesi qeveritar duket se u shndërrua në një nga aferat e radhës të kabinetit Rama. Hetimet e prokurorisë së posaçme treguan se vendimarrjet për ndërtimin e kësaj rruge kanë kaluar përmes interesave klienteliste, ku janë të përfshirë drejtuesit e institucioneve. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është marrë nën hetim pas dyshimeve të arsyeshme se ajo kishte ndikuar në zgjedhjen e kompanive që të kryenin punimet në lotin 4 të këtij segmenti rrugor të Unazës së Madhe. Bashkë me të, nën hetim është edhe ish drejtori I Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberi, I cili, sipas hetimeve të prokurorisë, është personi që jo vetëm ndërmori procedurat administrative për zhvillimin e tenderit, por edhe që ka kryer takimet me porosi të ministres Balluku. I deklaruar si një nga projektet strategjik të qeverisë Rama, në mesin e gushtit 2021, Autoriteti Rrugor Shqiptar shpalli tenderin për lotin 4 të kësaj rruge me një vlerë rreth 20 milion euro. Autoritetit kontraktues ju desh më pak se një muaj për të përfunduar procedurat e tenderimit, në përfundim të së cilës, më 17 shtator 2021, nga 8 kompani që konkuruan, u përzgjodh vetëm një. Hetimet e prokurorisë tregojnë se ministria Balluku është implikuar në çdo hallk të procesit të tenderimit, duke ndjekur me detaje të gjithë procedurën, nga hapja e tenderit e deri tek shpallja e fituesit të paracaktuar. Prokuroria ka bërë me dije përgjime telefonike me saj dhe ish kreu të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberit. Në hetime, tregohet se Berberi u vendos në krye të Autoritetit Rrugor Shqiptar si shpërblim për besnikërinë e tij ndaj ministres. Po ashtu, në dosjen hetimore, tregohet se zëvendës kryeministria ka përcaktuar fituesin e një prej rrugëve më të kushtueshme në kryeqytet. Kompania e përzgjedhur nga ministria Balluku ishte Euroteorema Peqin. Shteg nuk mundi të mësoj se si një kompani tjetër, e quajtur Nova Konstruksion, u përfshi në projektin e ndërtimit të Unazës, por komunikimet mes ministres Balluku dhe mëkëmësit të saj, Evis Berberi, tregojnë se kompania u përfshi pas takimit që zotëruesi I kompanisë zhvilloi me kreun e Autoritetit Rrugor. Ishte ministria Balluku e cila urdhëron vartësinë e saj, më 10 shtator të 2021-shit, të takojë aksionerin kryesor të kompanisë, Ilir Shtufin, me qëllim që t'i bëjë atij të qartë se tenderi I lotit 4 të Unazës së Madhe do të kishte fitues kompaninë Euroteorema Peqin. Dokumentet tregojnë se vetëm 4 ditë pas këtij takimi, Ilir Shtufi nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me kompaninë Euroteorema, ndërsa një ditë më pas, më datë 15 shtator 2021, Autoriteti Rrugor Shqiptar shpall fitues të tenderit për lotin 4 të Unazës së Madhe, Bashkimin e Operatorëve Ekonomik Euroteorema Peqin, Prevlaku SHPK dhe Nova Konstruksion. Ndërsa për prokurorët këto komunikime tregojnë përfshirjen e ministres Belinda Balluku në procedurat e tenderimit, duke ngritur akuza penale ndaj saj, për ekspertin e ekonomisë Zef Preçi, procedurat e tenderimit thuajse gjithmonë janë informale.
tendrat jepen, nuk fitohen. Domethënë garat janë kryesisht formale dhe kjo lidhet me faktin që njësitë e prokurimit kanë rrjetet e tyre kryesisht lidhura me titullarët, lidhura me politikanë të fuqishëm, të lidhura me deputet, të lidhura me sponsorizues dhe mbështetës të fushatave zgjedhore të tjerë dhe përdoren si mjet për pasurim të shpejtë të tyre apo për kompensimin e parave të shpenzuara në fushatën e mëparshme. Përzgjedhja e kompanisë fituese të ndërtimit të rrugës duket se nuk është shkelja e vetme ligjore, e konstatuar nga prokurori. Dokumentet standarde të tenderit janë ndryshuar dhe modifikuar me qëllim që të përshtaten me kapacitetet e kompanisë Euroteorema 500. Gjithashtu, hetimet tregojnë se nuk është respektuar afati ligjor i parashikuar në ligjin e prokurimit publik, sipas së cilit afati minimal për pranimin e ofertave është 35 ditë. Afat ky i parespektuar. Inxhinieri Romeo Nazarko thotë se specifikimet teknike në procedurat e tenderimit bëhen me qëllim që t'i fitojë kompania e paracaktuar. Specifikimet teknike bëhen nga njerëz me qëllimin e vetëm që t'i fitojë kompania të cila është paracaktuar në tender. Pasi në 89% të tenderave nuk është se ka tender të rregullt, një proces të rregullt tenderimi, por kemi tendera fiktiv që fitohen nga 4-5 kompani dhe këto vazhdojnë dhe japin me nën kontraktim ke kompanitë tjera. Dokumentet tregojnë se kompanitë për të cilat flet në mesazhe ministri Balluku u shpallën fituese duke skualifikuar operatorët e tjerë ekonomik, edhe pse disa prej tyre konkuronin me oferta më të ulta se fondi limit, për afërsisht 20 milion euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se procedurat të tilla zakonisht etiketohen si tenderime me flamujnë të kuq, si pasojë parregullsive dhe dyshimeve të forta për afera korruptive. Kjo identifikohet me faktin që një pjesë e mirë e këtyre tendrave janë me flamur të kuq dhe janë shumë afër 100% të fondit limit. Nuk po them që prapë nga ana e ofertës ka dhe modifikime të specifikimeve teknike masi tenderi është shpallur për t'i përshtatë me fituesin e paracaktuar, ka bashkëpunim të zyrave shtetërore për hartimin e dokumenteve të nevojshme për këtë fitues, a jep NIPT-in edhe administrata përgatit dokumentet, dhe në këtë këndvështrim ka një proces të kompromituar juridikisht, të dënueshëm juridikisht, penalisht, dhe njëkohësisht që çon në përdorimin inefektiv dhe shndërrimin në burim korrupsionit dhe pasurimit paligjshëm të zyrtarëve. Hetimet e prokurorisë zbuluan se Bashkimi i Operatorëve Ekonomik i shpallur fitues nuk kishte kapacitete për të ndërtuar një nga segmentet që vetë qeveria e kishte përcaktuar si strategjik. Kompania jo vetëm që nuk dëshmonte punime të ngjashme, qoftë në vlerë apo rëndësi, të paktën për 5 vitet e fundit, por edhe dokumentet e dorëzuara në procedurat e tenderimit nuk flisnin për rekorde të ndërtimit të rrugëve, por të banesave. Bëhet fjalë për 2 kritere, punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës gjatë 5 viteve të fundit, për të cilën kompania fituese kishte depozituar dokumente që nuk lidhen me ndërtimin e rrugëve, por me banesat, duke mos provuar dot eksperiencën e nevojshme për ndërtimin e një rruge me rëndësi jetike për qytetarët shqiptar dhe nuk plotësohet as kriteri i punë të ngjashme të kryera në total, ku vlera monetare e punimeve të realizuara gjatë 5 viteve të fundit duhet të ishte jo më e vogël se 2 fishi i vlerës limit të kontratës që prokurohej, thuhet në dokumentet e prokurorisë së posaçme. Hetimet e prokurorisë dhe dyshimet e ngritura mbi mospërmbushjen e standardeve nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik për një nga projektet më të kushtueshme të infrastrukturës në kryeqytet nuk u komentuan nga kompanitë fituese. Deri në publikimin e këtyre gjetjeve, Shteg nuk ka marrë një përgjigje mbi këto akuza. Po ashtu, edhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës refuzoi të shpjegojë nëse rruga është kolauduar nga autoritetet, me pretendimin se çështja është nën hetim
Ministria nuk vuri në dispozicion asnjë informacion. Por inxhinieri Nazarko thot se edhe në ato raste kur autoritetet kryejnë procedurat e kolaudimit të objekteve ndërtimore, procedurat janë fiktive. Fakti që këtu ne kemi projekte që kemi tendera fiktiv dhe licenca fiktive që qarkullojnë me vetdijet plot nga punonjësit e Ministrisë së Infrastrukturës, na sjell në faktin që asnjë s'mban përgjegjësi sepse të gjithë janë në shkelje. Dhe kur janë në shkelje dhe kolaudusi bën një kolaudim fiktiv, por nuk kontrollon nëse është parashikuar që në atë rrugë ka mure mbajtës dhe sa e kur është në projekt dhe sa është hedhur në zbatim. Fakti që ne po na bien rrugë dhe shikojmë që në muret mbajtës nuk ka ikur fare, do të thotë që kolaudimet janë fiktive. Abuzimet e treguara në dosjet e prokurorisë së posaçme nuk janë problematikat e vetme që kanë shoqëruar ndërtimin e unazës së madhe në kryeqytet. Pikërisht në kohën që ministria Balluku dhe vartësit e saj përzgjidhnin se kush do të fitonte paratë e buxhetit të shtetit për ndërtimin e unazës, banorët e zonës, në pronat e të cilëve kalonte rruga, protestuan për muaj të tërë. Qindra shtëpi u shkatëruan, ndërsa kryefamiljarët u përshkruan në një proces të gjatë shpronësimi, ku një syresh ju janë drejtuar gjykatës duke ngritur pretendimet për dëmshpërblim të padrejtë nga shteti shqiptar. Në protestat e her pas hershme të banorëve të zonave ku kalonte segmenti rrugor, Pesmaj, Paskuqan, Sauk, Astira apo Laprak, nuk kanë munguar as përleshjet me policinë.